Rikthehemi në studio dhe flasim për sezonin e turizmit. Thamë që presim një sezon të mbar, por kemi problematikën e fuqisë punëtore. Do ta vazhdoj aty ku e lam. A është faji i pagave në turizëm? Zaku e përmendi që pagat janë shumë të mira. Më the për 2-3 profesione. Për shembull, sa shkon një pagë, le të themi guzhinier, që është edhe më i kërkuari apo le të themi më i mirë paguari aktualisht në sezon? Le të themi flas për breakdating kryesisht, se besoj që pagat ndryshojnë edhe nëse je në breakdate apo në bashki dhe rajone të tjera. Pagat janë shumë të larta dhe pagat janë njësoj si në Greqi apo në Kroaci për sa i përket këtyre profesioneve, por nuk është më element paga. Si është element paga? Në qoftë se jep një pagë 4.000 euro në muaj, janë dhe kushtet e tjera të punës, komoditeti që ka në staf, ne vazhdojmë akoma një pjesë e bizneseve që nuk është se japin ato komoditetin punojësit, ndërkohë që është dhe pjesa tjetër që punoj vetëm për 3-4 muaj, pra çfarë do bëj pjesën tjetër të vitit. Këto janë elementët që ndikojnë. Por pagat në Shqipëri arrin pagat 3-4.000 euro e tha zotëria. 4.000 euro për një guzhinier. Po flasim për resortet në Durrës, në Vlorë, në Durrës, në Vlorë, kudo. Shëngjin, ideja është... Hotele të mëdha. Po, hotele të mëdha. Po një zëvendës si bie guzhinier, shef? 1.500 euro, 2.000 euro, pagat janë shumë të larta, duhet kemi parasysh ne folëm për punojës turq. Punojës si turq janë më të paguarit. Sektore si turizmi apo mermeri, disa industri që janë të veçanta që ekspertët vinë nga Turqia paguajnë shumë mirë. Pra 4.000 euro merr një... Pra biznesi nuk është se mendon më sa do ta paguaj, do profesionistin që t'i bëj punën. Ky është faktike dhe realiteti. Po një shqiptar sa e paguan ky biznes që paguan 4.000 euro një punonjës turk? E paguan me të njëjtën pagë. Me të njëjtën pagë? Po. A nuk e merr pak si, e konsideron pak si më të nënshtruar një punonjës që vjen nga jashtë, le të themi ka më shumë nevojë fakti që ka mendoj se është ashtu. Në psikologjinë e një biznesi shqiptar, a i trajton ndryshe punonjësit e huaj? Jo fare. Së pari ne nuk jemi diskriminues, ne jemi një popullsi që kemi emigruar shumë dhe shumica e bizneseve që ne bashkëpunojmë e kanë krijuar për kanë nisur diku jashtë Shqipërisë, i mirë kuptojnë dhe mundohen që të jemi mbështetës për punonjësin e huaj, por kemi një situatë win-win, që do të thotë një punonjës që vjen nga Myanmari ose Filipine, ka një situatë të vështirë në vendin e origjinës. Në Shqipëri gjen një pagë me të cilën ka mundësi që të ndërtojë një jetë më të mirë dhe të kaloj të ardhura në shtetin e vet, akomodimi, energjia elektrike apo të gjithë kushtet e tjera që një shtetas shqiptar i paguan, punojësi i huaj i ka të hequra. Ka lek neto, le të thënë, para neto. Po, lek neto. Po cilat nga këto vende paguajnë më shumë? Është Durrësi, ka ndonjë ndryshim midis Durrësit, Vlorës, Sarandës? Durrësi është, atëherë, ndryshime ka vetëm për mënyrën e turizmit. Pra sezoni është zgjatur në Durrës dhe nuk është i njëjtë si në jug. Jugu ka 3-4 muaj sezon, ndërsa në Durrës tashmë fillon më shpejt, shkon në 7 muaj sezon. Po në nivel pagash? Në nivel paga janë e njëjta gjë, jugu rrit pagat për punojësit shqiptar, që të përthithi punojësit e shtetasit shqiptar që jetojnë në Durrës, pra që janë gja me eksperiencë, pra kemi një diferencë, por po shkojmë njëjtë. Po shkojmë njëjtë. Sa e përballon një hotel, nuk po marr hotelet mëdha resorte, po ne do me thënë në matësi nuk i kemi shumë hotelet të mëdhaja se që janë voluminoze në Turqi, po themi apo në Greqi. Sa e përballon vetëm për një guzhinier një pagë 4.000 euro, po të marrim parasysh sa punonjës mund të ketë një hotel normal në vend, mesatar. Fola pak përpara që problemi kryesor tek ne është sezonaliteti i lartë. E dyta, problemi tjetër madhor që kemi ne është se bizneset e turizmit janë kryesisht biznese familjare, pra që nuk mund të formulojnë, nuk mund të ngrenë stafe drejtuese dhe menaxhim, domethënë me departamente. Këtu nuk bëhet fjalë për hotelet e mëdha, të cilët nuk kanë problem kanë zinxhir komandues dhe nuk e kanë problem për këta lloj punonjësish. Pires, ata pothuajse i kanë zëvendësuar punonjësit shqiptar me punonjës të huaj, sepse janë më të bindur, janë më punëtor, janë më... Më modest, do thoja? Po, do më modest. Se janë në një vend të huaj, në sensin në kuptim, ashtu si punojmë ne, si punojmë ne në vendet e huaja, ashtu punojnë dhe ata në vendin tonë. Dhe për këtë kategori bizneses nuk është problem. Problemi diskutohet për kategorinë e bizneseve të cilët kanë
70 shtretër e poshtë. Pra që janë familjarë, konsideron familjarë. Pra, nuk ka mundësi menaxhimi të gjithë vitit, dhe nuk është e thjesht që të gjesh punojës apo të bësh kontrata 14 ore, 15 ore dhe pasaj të... Po si zgjidhin këto biznesa? Me shumë vështirësi punojnë të gjithë vetë, ne bile si kemi kërkuar shtetit dhe gjën më minimale që bëjnë vendet e tjera, që rregullo sezonin e arsimit. Pra, mos ma qo shkollën deri në fund të korikut, e kupton, dhe nuk ka mundësi të përdoren punojësit të përdoren, pra vetë familja të paktën të përdori fëmijët e tij që i kanë nëpër shkollat mesme apo shkollën e lartë. Pra rregullo programin mësimor në mënyrë që ky kontingjent i madh nxënësish, 170.000 veta, të kenë mundësi të ndihmojnë familjet e tyre të paktën. Dhe po të shikosh çfarë ndodh. Prandaj ka rënë dhe cilësia e mësimdhënies. Pse? Që tani ke nxënës shkolle, fakulteti që kanë shkuar dhe kanë filluar punë ju. Pra ai e ka lënë shkollën faktikisht dhe paguan për këtë shkollë. I thot pedagogut na 500 euro, 1000 euro, mos mi ve mungesat, domethënë forma nga më të ndryshmet. Ndërkohë ai, po të jesë ti do ta mbaronje shkollën, do ta mbaronje programin mësimor. Dhe nuk ishte pse ta fillojnë shkollën në fund tetorit, po fillojnë në fund të shtatorit, ti do krijojë një mundësinë që ky kontingjent të punonte dhe ndihmonte edhe familjen. Domethënë janë ca element fare të thjeshtë që shteti mund t'i rregullojë. Gjermania i ndan me lande pushimet e dimrit dhe pushimet e verë, në mënyrë që ti të shkosh me pushime jo të gjithë në dhjetor, jo të gjithë në janar, jo të gjithë në shkurt. Po ti ke pushimin javor, po themi në 1 janar, tjetri e ka në 15 janar, një land tjetër dhe ti mund të lëvizësh me gjithë fëmijët, bësh pushime javore. Vetëm për këtë arsye. Pra duhet të jemi larg pamës dhe duhet të shfrytëzojmë të paktën eksperjenca rajonale. Ne nuk po bëjmë shpikje, themi që hajde të shpikim formula se si mundet Shqipëria të zgjidhë këtë problem. Duke qenë se ti ke turizmin si industri kryesore, atëherë ngri një shtab, ministri i turizmit duhet të jetë në fundit zëvendës kryeministrit. Le të ketë 2 zëvendës kryeministrit. Ketë mundësi që ajo të ketë vendimarrje për të vendosur edhe për të thirrur ministritë e tjera që të ketë akses në përmirësimin e standardeve, cilësive, se këto nuk bëhen me llafe. Të bëhen thjesht me punë konkrete. Dhe duhet të them edhe një gjë. Para 2 vjetësh në Shqipëri u bë forumi Festa, forumi ekonomik i turizmit, ku ishin të gjithë gati 26 ministrat e turizmit të Europës dhe u dhanë direktiva se çfarë do ndodh me turizmin në 10-15 vjet e fundit. U dhanë direktiva që ju duhet zhvilloni resortet sepse turizmi kinez po vërshon në Europë. E kupton, ne vazhdojmë japim leje ndërtimi për vila, apartamente, në përprekder. Ndërkohë që kemi shumë pak restorante. Dhe akoma vazhdojmë që të bëjmë. Që ofrojnë shërbim all inclusive. Vetmja gjë pozitive është që po zgjerohen në aeroporti sepse ata nuk vinë me avion 200 veta, edhe 150 veta. Kështu që ti ke mundësi dhe po të shikosh Europa është dyndur nga turistët kinezë dhe gjithë zona e lindjes, domethënë po mbushet. Dhe mua më bëri përshtypje një nga elementet e rëndësishëm, aty mbajti një diskutim i referat e Alabar, një nga investitorët tanë të rëndësishëm në Durrës, i cili tha 2 llava dhe unë duhet që ta them fjalë për fjalë, sepse nuk duhet të ndroj asnjë fjalë. Ai tha, ju kujtoni se unë kam ardhur tani këto 3 vjet në Shqipëri, dhe kam mbi 15 vjet, unë vi vetëm, dal në rrugë vetëm natën dhe nuk më njeh njeri dhe nuk mbaj as bodyguard asgjë. Pra Shqipëria është një vend shumë i sigurt, prandaj kam vendosur të investoj. Dhe thotë Shqipëria e ka të ardhmen tek natyra, malet, luginat dhe tek njerëzit që jetojnë aty me dashurinë e tyre dhe mikpritjen e tyre. Sot është vështirë të gjesh vende ku turistit t'i shërbejnë banorët vendas dhe t'i japin mundësi të njihen me traditat, me zakonet dhe të jetojë ato pak ditë si vendas. Mos e humbni këtë mundësi të vetëm. Që ti shkon në Itali, unë tani edhe nga Italia, dhe nuk gjenje më, nuk shërbenin më italian, nuk merje vesh se kush ishte, ishin të gjithë nga... Gjithë pati ke shqiptar njërë, e sigur, të do që të shkosh në Itali, shqiptar nuk kam më tani. Shqiptarët që duan tani. Tani nuk kam më shqiptar, shqiptarët janë rritur një nivel, janë bërë pronar, Po, kanë hapur biznesa. Filipinez, palestinez, dhe më thënë nga
nga të gjithë vendet e tjera, vetëm italian nuk ka, vetëm në për fshatra, në për zonat malore, ti mund të kontaktosh me banorët vëndës, ata janë moshave 60. Përse pak, Suzanën, për këtë, a janë më konservatore këto rajonit e Veriut, sa i takon kërkesës për fuqi punëtore nga jashtë? Nuk janë. Po edhe qendrat urbane të tilla si Berati, Gjirokastra, që kanë... Ne kemi, ne kemi në Mirdit, në Ces, në Berat, pra në çdo cep të Shqipërisë kemi dërguar punonjës, po, patjetër. Patjetër, se unë e thash, është shumë mirë ajo çfarë thot zotëria, politika që duhet merr, po duhet të shikojmë pak realitetin dhe anën faktike të gjës, që do të thotë, unë shikoj tek tregu i punës, kanë përveç mungesës së korrektesës, globalizimi ka sjellë që ne jemi brezat që krijohen, bëhen më dembelë dhe kanë tendencën të orientohen rreth rrjeteve sociale, sepse kjo gjë po ndodh në gjithë botën, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri. Pra, përveç fakti që ne si vend kemi problemet tona, kemi dhe problemet të globalizimit. Në rregull që ne duhet të bëjmë politika që të kemi shtetasit shqiptar, pra vendasit që të punojnë. Por, a punojnë? Kjo është pikpyetje. Por imagjinoj një filipinez që shërben në theth. Po, në shkon atje për natyrën, për ato në Berat më kujtojt emri biznesit, po nëse një filipinez. Dikush e keqja, se ne kujtojmë, pra, ne është mirë që ne i bëjmë mjehon vëndit tonë dhe ngrem pjedestal dhe kjo është shumë e mirë. Po mos kujtoj se vëndet e tjera nuk i kanë këto, se këtë tha dhe i. Mos kujtojnë se malë det, qatë themë, ka vetëm Shqipëria. Ka vetëm Shqipëria. Në rrasë ti fletë për Valbonën apo fletë për Thethin, Italia ka 500 thetha. Po, pa diskutim. Dhe i ka shumë herë më të mira me kushte më të mirë mbajtura se sa ne, sepse ne dhe Thethin e kuptoti e kemi kthyer në kantier ndërtimi dhe në çdo cep të rrugës ke vetëm mbeturina dhe vazhdojnë ndërtimet pafund. Dhe akoma nuk e çuar energji. Vërtet ti mund dalësh si kryeministri thuash, hajde ni ktheuni, ndërtoni bujtina, por hoteli ku unë isha punoj 16 orë me generator, pasi tensioni ishte 130 volt. Dhe në asaj nuk punonte me generator, gjithë natën, ati digjeshin gjithë pajisit që kishte për kondicioner. Pra, ka dhe problematikat të tjera, duat them përveç mungesës. Merë masa, pra përmiso, bëj detyrat si shtet, dhe pasaj dile dhe thuaj ktheuni, bëni, dhe mund, qëfar mund i kërkosh një njeriu që është kthyer aty dhe po punon prej mëngjesit deri në darkë, dhe nuk ka kushtet minimale, sepse duhet ja plotësoj ti si shtet, duke qenë 1 kilometër e gjysëm larg ku prodhohesh energji elektrike. Dhe ai e çon e lidh në sistem, ndërkohë që mund ndihmoj vetë zonën për ta kthyer. Pra, duhet të jemi objektiv, duhet të jemi serioz në ato që diskutojmë dhe mos kujtojmë se Shqipëria është qendra e botës dhe qershia mbi tort. Po më lind pyetja, po italianët pse s'punojnë në shtetin e vetë? Se janë disa shtete që kanë popullsinë më të plakur, por mendoj që ky globalizimi na ka futur gjithë në këtë vorbullën që të rinjt nuk është se kanë më aq dëshirë të shkojnë të shërbejnë kamarier, më mirë rinë në TikTok. Po shkollat profesionale, Suzana, sepse po dalin 17... Po them këtë gjë, por ti duke qenë një vend eksportues, pse kthehesh në një vend importues? Qa logjike ka për një element, a ka logjik që një punojës të shkojnë në Greqi, se nuk po them në Amerikë, në Gjermani, janë koncepte krejt ndryshme, po them shkon në Greqi dhe le shtëpinë, le tokën, le bagtin. Për të marrë 1.000 euro, 1.200 euro, maksimumi. Në maksimumi. Por ama, aji ka këtë 1.000 euro gjatë 12 muajve, merë dhe bonuse, merë dhe pushime. Gjë që si ka në Shqipëri, dhe s'ka sigurin. Mund t'i ketë vështirë. Po tani shkollat profesionale që nxjerrin kaq student, le të themi gjatë çdo viti, a nuk janë të mjaftueshme për bizneset shqiptare? Se kanë dhe edukatë. Po pse ka rënë? Sepse ka rënë. A janë pagat e mira apo bën bum turistik çdo vit? Pse duhet bjerë interesi? Mos ngatro këtë gjë. Pagën mund ta kesh mirë, por e ke për 7 muaj, 5 deri në 7 muaj. Mbas 7 muaj. Po mirë, Zak, nëse merr një pagë 4.000 euro për 7 muaj, e justifikon atë 4.000. Nuk po flasim për 100 veta tani, se 100 shefa kuzhine janë gjithsej. Tani qeveria ka marrë dhe disa masa. 94.000 punonjës që ka turizm. Sektori turizmi. Mendoj që ka të bëjë më shumë me momentin që jemi. Po ka 250.000 punonjës indirekt. Cili është momenti, Suzana? Momenti që jemi.
problemi, sepse qeveria e ka kuptuar tashmë, duhet marrë bëjt dhe disa politikat të tjera, por nëse shikon institucionet, AKPA, është edhe duke edukuar individin që të shkoj drejt shkollës profesionale. Pavarësisht shtetit dhe individi ka përgjegjësi, pra të gjithë, le të themi, patëm një dyndje shumë të madhe tek universiteti, duke mos qenë për universitet. Qeveria nga ana e vetë, po bën dhe politika edukuese për individin, pra janë mjaft aktive. A kanë teka, apo nuk kanë teka? Më thej që punojësit shqiptar kanë teka. Këto që janë student, janë sot viti parë, viti 2, viti 3, kanë teka, ja vetëm një sekondë, Zak. Punojësit shqiptar kanë gjithmonë teka. Kanë teka, çfarë kërkojnë përveç pagës? Kërkojnë pagën, kanë paqëndrueshmëri shumë të lartë, pra nëse ne kemi 2 biznese paralele dhe dikush ofron 50 euro më shumë, 100 euro më shumë, nuk është se mendon atë jetë gjatësi. E le sot për sot dhe ti nuk ke më mundësi se si t'ja kërkosh ato. Kodi i punës i ka mangësi, është shumë e thjeshtë pra. Një person që është jashtë nuk mund ta lërë dot se ka detyrime. Ka detyrime të cilat rrjedhin dhe nuk janë të pakta. Dhe në rast se ti ke detyrime, sigurisht që do mendohesh mirë përpara se të marrësh një vendim. Po në një shtet që korrupsioni është shumë i lartë, dhe këtu unë po bëj pak avokatin e djallit. Biznesi ka gjitha mjetet e nevojshme, me një telefonat e mbyll ke tatimet, domethënë mund t'ja, nëse bëhet një kod i punë më i rrept për punojësin, normalisht është pak e vështirë që ai ta kërkojë të drejtën e vet në një shtet ku nuk ka funksionuar gjykata, gjithë drejtoritë kryesore që kanë qenë. Po, janë pranuar. Të shpjegoj me 2 fjalë shkollën profesionale. Po. Unë kam qenë dhe para një viti, kam qenë kryetari i bordit në shkollën hoteleri turizmit të Tiranës. Kishte 1300 nxënës. Tani ka përfunduar me 700 nxënës. Po pse? Pse? Sepse duke mos vënë standardet në hotelet, mua nuk më detyron njeri që unë të marrë një person që ka mbaruar shkollën për recepcion. Nuk më ndalon. Unë të marrë ty, mjafton që ti të dish gjuhën angleze apo italiane. Dhe nuk më kërkon njeri llogari që të marrë një person të specializuar, pra nuk më kërkon akoma ligj. Të ketë certifikatën recepcionist. Kështu që ai person që mbaron atë shkollë profesionale, nuk është se ka dyert e hapura dhe unë duhet ta marr atë patjetër. E kupton? Ti mund zgjedhësh një punonjës me kost më të lirë. Marr një që nuk ka fare dhe nuk kërkon aq pagë. Këtë po bën Gjermania, çfarë po thot Gjermania? Edhe po mos dish gjuhën fare. Hajde, thot se dhe po mos kesh profesion. Unë të trajnoj thot dhe vetëm hajde. Çfarë do atë? Në këtë fazë jemi edhe ne. Po tani ti thua hajde, vetëm hajde, çfarë do? Do të punosh në kuzhinë, hajde se po të mësoj. Do të punosh në lavanteri, kamarier, hajde se po të mësoj. Po tani kjo është paradoksale, Zak, sepse biznesi janë kohë që nuk kemi fuqi punëtore të kualifikuar, ndërkohë që nuk shkon të marrë recepcionistin që ka mbaruar për recepcion, apo për menaxhim, apo për dek të ndryshme të turizmit, por zgjedh seksin më të ulët. Po pra sepse nuk më detyron ligji po them. Po patjetër duhet të detyroj ligji ti si biznes, duhet të kesh ndërgjegjën tënde për të marrë seksin më të mirë. Nëse ti nuk e mbaron një shkollë gazeterie, e do ti nuk mund të punosh në një punë, ose në rast se ti nuk je farmacist, ti nuk hapën dot një farmaci. Cili është qëllimi jot si biznes? A është qëllimi që ti të kesh standard sa më të lartë në shërbim? Për kapra, po kur unë nuk kam mundësi financiare. Po nuk ka apo flasim që nuk ka mundësi financiare. Nuk ka mundësi financiare të paguar. Po nuk ka njerëz individ. Ngatrojnë njerëzit. Kujtojnë se ka një hotel, pagove ti 50 euro, 100 euro dhe tash nga këto 50 euro 45 i ngelin biznesit. 15% deri 20% ja merr booking.com. Po, pa diskutim. Komisionet Booking, Airbnb, pastaj janë punonjësi. Po në çmim, e dish domethënë çmim, domethënë 50% fitimit ja merr Booking. Dhe kjo nuk është problem shqiptar. Domethënë dje po lexoja, Zvicra ka hedhur në gjyq Booking për të ulur tarifën 15% që i merr Zvicrës, sepse thotë, por këto nuk janë parë xhepi, janë 15%, atëherë si mund të ulun kostot e bizneseve? Ndërkohë që një biznes që nuk ka, pra, dish domethënë Booking.com ka vetëm zyra dhe nuk ka asnjë dhomë hoteli dhe të merr ty 15% të xhiros që i bie 35% fitimit. Ja pra, se ku i del ati që ka 50 euro. Suzana e tha pak që është rritur edukimi për shkuar në shkollë profesionale, po a duhet bëhet si në rastin e bujqësisë që të ketë incentiva për studentët që zgjedhin këtë lloj dege? Pikërisht. Çfarë thash pak përpara, ne kemi ngritur në Këshillin Drejtues të Turizmit. Pra, subvenciononi shkollat profesionale në mënyrë që prindërit të çojnë studentët në këto shkolla profesionale, sepse kjo është e ardhmja e Shqipërisë. Po nuk u bë kjo.
Thodi ti nuk ke si e zgjidh këtë, dhe ai do vazhdoj të mbaroj juridikun, do vazhdoj të mbaroj çfarë degësh ka tjera, elektronik. Vetëm për pasur një shkollë të lartë, për të quajtur në një shkollë të lartë. Ne kemi traditë që duhet të kemi atë diplomë. Byzylygaj, familja, unë tash i shkollë të lartë, tani vazhdo vrit veten. Sa e vlerësojnë bizneset tuaja diplomën? Bizneset me cilat bashkëpunoni. Atëherë, diploma shikohet vetëm në rastin kur është punonjësi huaj dhe thonë ka certifikat, është diplomuar, në momentin që është shqiptar, merret edhe pa diplomë fare. Merret edhe pa diplomë. Po, mjafton që të jetë shqiptar. Pra nuk është se favorizohet i huaj, thjesht se bëhem e ri përsëris, nuk favorizohet fare i huaj, thjesht unë mendoj që nuk ka në këto moment punonjës shqiptar, se dhe një biznes nuk sakrifikon do të cilësin, pra një recepcionist, kur nuk ka recepcionist, sepse ti pyet e disa herë, pse nuk shkon të marrësh recepcionist? Pse nuk shkon, po? Po ty të duen 2000 recepcionist dhe ti ke 500. Tani këta 500 do të bëjnë, ku do shkojmë më përpare? Pra ngelen bosh 1500 vënde të tjera pune, po marrë një shembull, sepse nuk ka individ që janë profesionist për atë punë. Po, më the pak që parë që ka edhe në Thet edhe gjithandej. Po, shiko sa e çuditshme është, sepse një turist, do me thënë që shkon në Thet, do të shkoj për atë tipologjin që ka Thethi, pra për njerëzit që ka, për ushimin që ka. Çfarë lloj përshtypje mirë ai kur shkon dhe gjet një afrikan që nuk ka lidhje me Thethin, nuk janë paragjykuese fare, po që i shërben atje. Pra nuk ka tipologjin e zonës ku ai po shkon të eksplorojë, duhet të thënë. Po është bërë domosdoshmërisë. Pra bizneset së pari janë familjare dhe futen më shumë tek pastrimi ose tek shërbimi pak më pak. Pra sepse shërben vetë familja kryesisht. Në bizneset që ne kemi janë bizneset të vogla, familjare. Pra janë në backstage, po janë nuk është duken shumë. Por do kalojnë dhe aty me ritme që ka patjetër që do jenë edhe në shërbim. Se në vitin e dytë mëson gjuhën edhe futet edhe në kamarier ose banarkier të opozicion. Pra për 10 vjet në Shqipëri. Po shpresojmë që të merren politikat shumë të mira, se realisht do ta ndihmonte shumë vendin sikur të përthitheshin të rinj që kanë edukimin e duhur ose kanë qenë jashtë vendit, pra të bëhen politika dhe për të rinj që janë brenda vendit. Unë jam për një pasqyrim të situatës në Shqipëri pozitive. Kjo sepse së pari vetë jam një e re që kam ndërtuar biznesin këtu dhe unë shikoj Shqipërinë si një vend që ka mundësi. Kjo duhet i përçohet të rinjve dhe mentaliteti që ne kemi, pra ju media apo gjitha palët që përshkruan, duhet që të rinjve t'i thuhet, okej, duhet që të përmirësohen kushtet, ama e ardhmja në Shqipëri duket e mirë, nuk ka pse të duket aq negative, pagat janë rritur, ne kemi gjithë mundësi të kërkojmë të drejtat tona, por nuk duhet të harrojmë që asnjë gjë nuk na jepet falas, pra do duhet punosh shumë që ti në atë vend të pune ta justifikosh veten. Kam përshtypjen që një huaj nuk ka pretendime nëse ti e çon në Theth, apo e çon në Berat, apo e çon kudo. Kurse një njerëz shqiptar dhe po të ketë ardhur vetë nga Thethi dhe të jetë shkolluar në Durrës, po themi, në Universitetin Hoteleri Turizëm, nuk do të kthehet në Theth, kam përshtypjen. E keni këtë problem? Nëse Thethi ka zhvillim akoma më të madh, patjetër që jo, aktualisht me kushtet normale që kemi. Patjetër që është e vështirë. Një punonjës i huaj është larguar nga familja, e ka marrë parasysh që në kontratë, pra ai shkon për të punuar, për të fituar dhe për të menduar për të ardhmen e tij. Kurse në rast se ti një nga Durrësi do ta çosh në Theth, ai nuk mund ta ndërtojë dot, nuk ka menduar ta ndërtojë jetën në Theth, sepse duhet krijoj familjen aty, kalon koha. Pra janë disa gjëra specifike shumë të thjeshta në koncept tim, si gjithë shqiptarët. Ai është nisur ka shkuar në fshat në Itali, pastaj ka përfunduar në Milano, përfundon në Rom, hap restoran. E kupton, kështu shkon cikli, kurse ti nuk ke pse shkon më keq. Po kjo është dhe një gjë pozitive, se vendasit krijojnë bizneset e tyre, pra nuk është se janë pronar dhe punësojnë në Filipinat. Po. Pa dashur dhe asnjëherë gjithmonë pa dashur paragjykoj se nuk paragjykojmë. Megjithatë, Zak, keni filluar të përdorni teknologjinë për të kompensuar pak mungesat e fuqisë punëtore? Sa është futur, do me thënë, teknologjia tek strukturat hoteliere? Po thuajse ka disa vite që pa teknologji nuk vazhdon dot më. Nuk është më faza kur kalon dikush para hotelit edhe pyet sa e ke dhomën, domethënë sigurisht, kjo ka ikur. Janë programe të veçanta që menaxhojnë sepse janë disa motor shitjesh të rëndësishëm për hotelet. Dhe tani ka programet cilët lidhen me këto, si më thëmë, janë të lidhur automatikisht dhe ato e bëjnë vetë të veprimin. Pra nëse ti ke nxjerrë 5 dhoma në shitje ke booking, 10 në Airbnb, apo
Dëmë çdo lloj tjetër, kjo nuk ka nevojë tani që ti ndërhysh dhe të kalosh në rast se ushitën 5 dhoma dhe mbeti kjo pjesë. Pra bëhet gjitha është automatike. Bëhen gjitha në mënyrë automatike. Një punonjës e heq, një pagë e heq. Dhe jo vetëm që bëhen në mënyrë automatike, por ti mund ta drejtosh dhe nga shtëpia, dhe nga jashtë, kudo që ti je. Janë gjitha të lidhura, Channel Manager është një program, janë disa lloje programesh, që mund ta menaxhosh nga celulari. Dhe mos harrojmë që vetë po them motorët e shitjes aplikojnë tarifa të veçanta për ata që aplikojnë nëpërmjet mjeteve smart. Pra në rast se ti do aplikosh me celular, ke 10% discount. Kështu që e gjithë kjo procedur, pse e ka bërë këtë? Ai ka bërë që edhe po ti je në bar, ti të mendosh, do ikim këtë fundjavë në Itali, ku do shkojmë, filan dhon, hyn, pam, dhe e rezervon. Dhe e ndihmon të, se po të thuash, po shkoj në shtëpi, sa të hap atë laptopin, pastaj thua, jo pa se shoh nesër, pra ndihmojnë të dy palët. Janë bërë procese të tilla që pa teknologjinë sot është e pamundur. Hapja e derës nuk ka më tani kontrollon kur hyn, ku del, nuk e nevojë ti thuash që do largohesh në orën 12, sepse vetë Chelsea mbyllet dhe ti nuk e hap dot më derën tënde me idenë siç ka qenë përpara, se unë po shkoj dhe po ri dhe ca. Domethënë gjithë këto teknologjitë janë avancuar në mënyrë të tillë që e kanë bërë të pamundur menaxhimin e hotelit nga njerëz të cilët nuk kanë aftësi profesionale në IT apo edhe në programe tjera. Qartë, Suzana, si e shikon këtë? Do na duhet më pak staf nga jashtë me këtë teknologjinë? Besoj se po, do na duhet më pak staf, është botërore kjo gjë, që teknologjia po futet kudo, gjë e mira po e keqe ha diskutim, megjithatë do lehtësoj biznesin. Biznesi dhe një fjali duat fundit, biznesi shqiptar është drejt cilësisë apo drejt kursimit? Jo, është drejt cilësisë. Absolute drejt cilësisë. Me rritjen e turizmit, bizneset duan të rrisin dhe cilësinë në shërbim. Shpresoj ta kemi edhe këtë vit. Falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit shumë Zat. Ju falenderoj që na ndoqët. Do të shikojmë bashkë të hënën e ardhshme me të tjera tema dhe diskutime këtu në Pros and Cons. Bashkë natën e mirë.